administrata, hajdutët, gjitha hajdut. Në episodin e radhës së podcastit të tij Flasim, kryeministri Rama lavdëroi administratën publike dhe sidomos ekipin që është kujdesur për negociatat e Bashkimit Evropian. Pa diskutim që administrata ka hijet e veta, nuk diskutohet. Unë vetë personalisht kam pasur më shumë stres nga hijet e administratës se sa kam pasur mjaftueshëm motivim për t'i dalë për zot. Por kjo është përmbysur komplet kur kemi bërë procesin screening. Rama foli edhe për përshtypjet e liderëve europian për punën e grupit shqiptar negociator. Kryeministri i Hollandës Edi po t'i gjoj fjalë shumë të mira për ekipin shqiptar. Kryeministri i Danimarkës Edi, ç'a ndodhi me administratën tuaj se jeni on the top? Pastaj kryeministri i Spanjës. Pastaj kur procesi hyri më thellë, aty pastaj fillon ta thonin qartësisht ata që është një surprizë. Këto vlerësime sipas Ramës janë një tregues i përpjekjes së vazhdueshme për modernizimin e shtetit.